Domethënë që kjo është trotuari i Veternikut. Domethënë ne pjesë të nëna janë të mushur me burllog sa dush. Qa shen jeni në Veternik? Pjesa shemne, e ne bojnë athire komunës Prishtinës që me dol me pastru, me këshyrë pse orën që gjendje qështu. Përshëndetje miste mi dhe shikus të shqiptarë që krejt nga onë Arlinde, jenë në të Olbi Mall. Kënej është Veternikit të poshtë, që kjo është trotuari shtegur për bicikleta ose motora për thëmë, edhe kënena trotuari për komësur, për ata cilë dojnë me ecë në kumë. Jo që është te për në gjendje të mërshme, mënyra se sa bërlogi është qëto, që të beshon një sorë të coft, që sorë e coft në pëmë. Do shta njerës që e në ordin ullë qëto, i kanë gjujtë qëto shishe dhe qëto tasat të Burger Kingut. Përveç se është e mushme me burllog, ka dhe shumë bari që përshqie që nuk është e mirë mbajt në nas edhe një mënyrë të pakten që ta bari mordë me hik. Vazhdojnë alo më poshtë, du me thonë që kjo është e kalushme në kom, mund është me hecë në kom, së në ato hecë, na? Po mënyra që nuk është e mirë mbajt me, s'ka as në i shpurt burllogut njëri që korec njëna mordë me gjujt, po edhe bari nuk është i hekum nas edhe një pikë. Ate ka dalish një alo. Du më thonë që kjo është trotuari i Veternikut. Që Veternikut që trotuari për me hecë njerës. Du më thonë këne pjesë të nëna janë të mushur me burllog sa dush. Qa shen jeni në Veternik? Qare? Pjesa shemne, që kjo shohët e qëtu ka gja e fel, vish me qëta për mi. Që kjo pjesa që to, qare, du më thonë, të qërën qëfar gjendje, qare. Qysh është i deformum asfalti, qërën i thes plot me burllog. Adhe që shpërshirë, du më thonë që kjo pjesa që do është komplet bari, nuk është e mirë mbajt me, as e pastrume, e ne bojnë athire komunës Prishtinës që me dollë në pjesë të Veternikut edhe në pjesën anë edhe këtë pjesë kënej që është për komësor, për me hecë në kom, me dollë me pastru, me këshyrë pse orën që gjendje që do asfalti, edhe me dollë që ta burllog me krasit, jo burllogun, po me dollë që ta bari me krasit me pastru se është në gjendje të mërshme. Ku? Në krye qytet Kosovës, në Prishtinë. Prishtina e betonimit. Adhe se edhe këtë ka që një farloj deponie. E ju bre për skaj autostradës se kjo është marrë dhe marrë me ta po dikush i uji. Me kalu kënej me ta po, thët, qka po është në Kosovë burllog? Përshëndetje miste mi dhe ju shikus të shqiptarë që krejt nga onë Arlinde. To rrugës për Mitrovicës, në hymjet Prishtinës, në magistrale, më ra me po që të pamin që do. Një pjesë e magistrales, ku kishin hudhë, burllog. Burllog po, po edhe pjesë të betonit, edhe pjesë të punimit ndërtimor, tu janë nisë, pej blokave të bardhë, pej thazva qenel që janë të mushë me mbetje ndërtimore, tulla, knauf, copat knaufit, roleta, lodrat fëmive, që atje përshjet edhe pjesa kur nalen autobusat. Që to pas kanë hudhë dhe, po adin ko problemi që nuk o ka ishtë të vishë fillimi. A mund është marrë pak manel? Ma mrena është e mushme me burllog. Më thonë, ta që ajon pjesë si sterodor, nuk pe di shka mundet më konë.
S'kam pas ku mi gjujt, s'kam pas... Jam, ku mi gjujt kam pas, po jo që të bara midis autostradës. Hajde dhe pak manel, hec pak manel. Hajde se edhe këtë koka, ka që një farloj deponije. Ka që e mire. Pas ka kauqa, beton, bloka, zol, drosa. Qka do? Nuk i dim na si popull pse pritojmë me shku me bon një pun që shduhet ose me shku me gjyt bërlogun në vende adekuate ku e kanë venin. E ju bre për skaj autostradës se kjo është marrë dhe marrë me ta po dikush i uji. Me kalu kënej me ta po, thët, qka po është në Kosovë bërlog? Të merë qka po shop për dite ma shumë na për rrugë të Kosovës, sidomos kur po janë pjesë të magjistraleve. Shikus në dërum, mirë mbeqit. Mos hodhnin beturina. E mëra pashejes që keni me po, janë do të dritare që të gjujtme. Mbetjet punimit ndërtimor, këna of, ka, luk të ka doj, luk për bërlukët. Përshëndetje mishtimi dhe shikus të shqiptarë që kretë nga në Arlindi. Jena hik nej pej Çaklavicës, ka lagjët private që janë, me dalë qitë pjesën qënena. Po që ka ranë syke që dhe ishtu ke asfaltume, kënena jo, edhe pse kesh shpijat banushme që të poshtë, edhe ish rrugë dhe i poshtë, ta shkadine me neve kene me pa dhe vetë. Ka pas bërlog ma heret, është e pastrume, po prap ka nisë mu bo, po pse që kjo asfalt të lumë vis dhe që atë, ma kënej su ardhë nuk e dim, shtu që inshallah dënë zoti ja ushtrojnë edhe kitë pjesën kënina, se këni ko ka shtrume me zollë gati për asfaltim, po qëto pas ka pos këna of, që pas kanë gjujt, qëto ka një farë kode banjës, po shihet. Hajde vazhdojmë hala ma poshtë qyrim qa ka. Rrugat mërësisht e kjeqe, të mërësisht. Sene të gjujtme. Qëtu pas ka posë edhe sene, pas ka posë edhe zjermë qëtu. Po shqit që ka posë zjermë. Po shqit zë. Pjesë sopat betonit gjujtme. Atë në që ka përbjën sy mas shumë të qitë pjesën qëtu. Se qëtu ka një farë loj sheje, mos hodhnin beturina. E mëra pa shejes që keni me po, janë do të dritare qëtu të gjujtme. Dritare edhe roleta. Me njerë mas shejes mësë hodhni bërlugun. Ue, qëtu ma poshko ka hala ma lug. Mbetjet punimit ndërtimor, këna of. Ka, lug të ka doj, lug për bërlugut. Lug. Edhe këto pjesë kna ufit, thasë mushme me pjesë me copat kna ufit. Dhe keramika që anina do me thonë full beton. Full beton. Fotele gjujtme dhe këto do me thonë dhe e bërlog. Që kjo është fatkeqësisht gjendja e rrugëve të Kosovës ku çdo 100 metra ose 100 metra një rrugës ku më konë vena full me bërlog. Kjo është e të mërshme që ka po shojmë. Këne rruga këne që këne bërlog, qysh dhe me adoj. Kjo është merë valoj marrë i koft qaj që aji cilë është në gjendje këtë natyrë me pru këtë gjendje. Marrët kofti që ardhë edhe ke gjyqë të vishletër më të vogël. Shikus në rrumë ka që kishën përsët dhe herave tjera,